Safet Gjici, kryepashkiaku i Kukësit, ka apeluar në apelin e jurisdiksionit përgjithshëm pas vendimeve të gjykatës së Elbasanit që refuzoi kërkesën e tij për lirim të parakohshëm. Avokati i tij Përparim Kulluri ka kërkuar nga gjykata caktimin e ekspertëve mjekësor që të vlerësojnë gjendjen shëndetësore të klientit të tij dhe nëse ai mund të marrë trajtim të duhur në burg. Kërkesa u pranua dhe seanca e radhës është caktuar për në 12 maj, ku pritet që ekspertët të paraqisin aktet e tyre dhe të informojnë gjykatën nëse qëndrimi i Gjicit në qeli paraqit rrezik për jetën e tij. Gjici është dënuar për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv nga apeli i GKK-s pas një procesi të gjatë gjyqësor. Ai u arrestua në qershor të vitit 2023 dhe u dënua me 4 vite e 6 muaj burg, dënim i cili u reduktua në 3 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjici ka kërkuar lirim të parakohshëm duke argumentuar se ka probleme shëndetësore të rënda duke përfshirë diabetin dhe probleme me zemrën. Në tetor 2024 ai ka paraqitur kërkesën për lirim parakohe, duke theksuar nevojën për trajtim mjekësor jashtë burgut. Gjici është i njohur për lidhjet e tij me aferën seksuale që ndodhi në zyrën e tij dhe që çoi në dënimin e tij, së bashku me Alma K nga apeli i GKK-s. Ky rast ka tërhequr vëmendjen publik dhe ka shtuar tensionin në procesin gjyqësor ndaj tij.